Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 17 të surës Qamar, Allahu i madhëruar thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min muddakir. Ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për kujtim dhe këshillim. A ka vallë ndokush që të marrë mësim? Në vazhdim të rubrikës ti pyet Kur'ani përgjigjet. Sot do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë thot Kur'ani për arsyen, al-aql? Ajeti 17 në surën Qamar që e cituam më parë, na thot se Allahu e ka shpallur Kur'anin të qartë dhe të lehtë për të kuptuar dhe për të kujtuar. Prandaj, përgjegjësia bie mbi njeriu që ta lexojë, ta mendojë dhe të marrë mësim prej Kur'anit. Nga ajeti mësojmë se Allahu e ka larguar vështirësinë nga Kur'ani, që ai të jetë i arritshëm për çdo njeri dhe jo vetëm për dietarët. Udhëzimi i Allahut nuk mungon. Ajo që shpesh mungon është vullneti për reflektim dhe përmirësim. Pyetja në këtë ajet, a ka ndokush që të marrë mësim, është thirrje e drejtë për drejtë për ndërgjegjen e njeriut. Kurani nuk është i vështirë për të kuptuar, por kërkon zemër të hapur dhe arsye e mendje të zgjuar për të ndjekur. Vlera e arsyes në Kuranin famlar është shumë e madhe. Kurani i jep një rëndësi shumë të madhe arsyes, aq sa besimi i vërtet nuk ndërtohet pa përdorimin e saj, për atë arsyes. Arsyeja është ajo që është një dhuratë nga Allahu fuqiplot që i ka dhënë njeriut. Me arsyen, Allahu e ka nderuar njeriun dhe e ka veçuar nga të gjitha krijesat. Me anë të saj, pra me anë të arsyes, njeriu kupton, reflekton, zgjedh rrugën e drejtë dhe dallon të vërtetën nga e kota. Por vallë çfarë është arsyeja? Sipas fjalorit të gjuhës shqipe, arsyeja është shkalla më e lartë e veprimtarisë njohëse të njeriut. Ajo është aftësia mendore për të njohur e për të shpjeguar botën. Ajo arsyeja e frenon njeriun dhe e pengon atë nga veprat e shëmtuara. Arsyeja është mjet për të kuptuar shpalljen e Allahut dhe për të medituar në shenjat e Allahut fuqiplot në univers. Ajo është themeli i përgjegjësisë dhe i llogarisë, ku Kurani i lavdron njerëzit e arsyes, ulul albab, të cilët mendojnë rreth krijimit të Allahut dhe nxjerrin prej tij pra urtësi. Dhe Kurani e qorton ata që nuk e përdor arsyen, duke nxitur përdorimin e saj për të mirën dhe e mbron
atë duke ndaluar gjithçka që e dëmton, pra e mbron arsyeën nga gjithçka që e dëmton, si për shembull lëndët apo përdorimi i pijeve dehse, alkolike. Arsyeja është argumenti i brendshëm i Allahut për njeriu. Fjala arsye, al-aql dhe rrjedhoret e saj, si për shembull taqilun, mendoni, aqilun, mendojnë, janë përmendur në Kuranin e Shenjtë 49 herë. Po ashtu, Kurani i përdor edhe terma të tjerë sinonim, ose të lidhur me arsyeën, siç është pra termi al-albab, të zotët e arsyes. Fjala al-albab është përmendur në Kuranin e Shenjtë 16 herë. Dhe gjithashtu, Kurani përmend si sinonim të arsyes al-aql termin an-nuha, pra arsye e shëndosh, për të treguar njerëzit e arsyes dhe të mendimit të thellë dhe të shëndosh. Fjala an-nuha është përmendur gjithashtu në Kuran për të treguar pra njerëzit e arsyes, dhe ajo përmendet 2 herë në Kuranin e Shenjtë, pikërisht në surën Taha, në ajetin 54 dhe në ajetin 128. Por, me çfarë kuptimesh është përdorur fjala arsye, al-aql në Kuranin e Shenjtë? Arsyeja në Kuran është përmendur me disa kuptime, që janë njohja dhe kuptimi për të perceptuar të vërtetat, meditimi dhe persjatja mbi krijimin e Allahut dhe shenjat e Tij, përmbajtja dhe ndalimi nga rënja në gabim, ndjekja e së vërtetës dhe nënshtrimi ndaj saj. Pra këto janë 4 kuptimet e përdorimit të fjalës arsye në Kuranin e Shenjtë. Të dashur vëllezër dhe motra, këtu lind pyetja se çfarë na thot Kurani për arsye. Po ta lexojmë me kujdes Kuranin, do të konkludojmë se ai na thot që së pari arsyeja është themeli i përgjegjësisë njerëzore. Kurani e lidh drejt për së drejtë arsyeën me përgjegjësinë. Njeriu nuk është përgjegjës vetëm sepse ekziston, por sepse ai mendon dhe arsyeton. Në ajetin 179 të surës Araf, Allahu i madhëruar thot: ne i kemi krijuar gjindët dhe njerëzit për xhehenem. Ata kanë zemra, por nuk kuptojnë me to, nuk arsyetojnë, pra nuk mendojnë. Ky ajet tregon se dënimi nuk vjen nga mungesa e dijes, por nga mos përdorimi i arsyes. Pra, problemi nuk është se njeriu nuk ka arsye, por sepse ai nuk e përdor atë. Së dyti, Kurani thërret vazhdimisht në arsyetim. Në shumë ajete, Kurani përdor shprehjen a nuk arsyetoni, a nuk reflektoni, a nuk kuptoni, a nuk mendoni. Në ajetin 219 të surës Bekara, Allahu i madhëruar thot: kështu Allahu u shpjegon argumentet e Tij që ju të arsyetoni, të mendoni. Ky ajet pra tregon se Kurani nuk kërkon besim të verbër, por besim të ndërtuar mbi arsyetim, reflektim dhe kuptim. Së treti, Kurani e fton njeriu të përdorë arsyeën dhe të mendojë rreth krijimit të qiejve dhe tokës, natës dhe ditës, jetës dhe vdekjes. Në ajetin 190 të surës Ali Imran, Allahu i madhëruar thot: inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndrimin e natës dhe të ditës ka shenja për poseduesit e arsyes. Këta posedues të arsyes
janë ata që e përdorin atë, pra e përdorin arsyeën për të arritur tek njohja e Allahut, jo vetëm për interesa materiale. Së katërti, Kurani na thotë se arsyeja është mjeti dallues mes së vërtetës dhe së pavërtetës, mes udhëzimit dhe humbjes. Ajetin 43 të surës Ankebut, Allahu i madhruar thotë: shembujt u asjellim njerëzve, por i kuptojnë vetëm ata që arsyetojnë dhe mendojnë. E vërteta nuk zbulohet, ose nuk i zbulohet atij që është kryeneç, arrogant, por i zbulohet atij që ka mendje të hapur dhe zemër dhe arsye të pastë. Së pesti, Kurani thotë se ata që nuk e përdorin arsyeën do të dënohen. Në ajetin 10 të surës Mulk, Kurani na flet për banorët e xhehenemit, të cilët do të thonë: wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Sikur të kishim dëgjuar ose të kishim arsyetuar, të kishim menduar, nuk do të ishim banor të zjarrit. Pra ky ajet është shumë i fortë dhe na thotë se shkaku i dënimit është mos përdorimi i arsyes dhe i mendjes së shëndosh. Së gjashti, Kurani na thotë se arsyeja duhet të udhhiqet nga shpallja, pra nga Kurani. Kurani na mëson se arsyeja nuk është e pavarur nga shpallja e Allahut dhe se ka nevojë për udhëzimin e Allahut. Arsyeja pa shpalljen mund të devijojë, ndërsa shpallja pa arsyeën nuk kuptohet drejt. Prandaj Kurani dhe arsyeja ecin së bashku. Të dashur vëllezër dhe motra, nga ato që u tha më lart për rreth arsyes, konkludojmë se Kurani na mëson se arsyeja është dhuratë nga Allahu fuqiplot. Së dyti, arsyeja është mjeti për të kuptuar besimin. Së treti, arsyeja është baza e përgjegjësisë. Së katërti, arsyeja është çelësi i shpëtimit. Besimtari i vërtet është ai që beson me zemër, arsyeton, mendon dhe vepron me përgjegjësi. Arsyeja në Kur'an nuk është thjesht një mjet, por një urë për lidhje me të vërtetën, një bazë për besimin dhe përparimin e civilizimit, dhe një mjet për të arritur bindjen dhe shpëtimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Kurani dhe arsyeja janë një binom mjaft i mrekullueshëm, sepse që të dyja janë dhuratë nga Allahu i madhruar. Kurani është libri i Allahut, përmban njerëzimin. Gjithashtu, arsyeja është dhuratë nga Allahu, me të cilën ai ka zbukuruar dhe hijeshuar mbar njerëzimin me arsyejen. Luma ai që kapet pas Kuranit dhe arsyes së shëndosh. Allahu na bëft për atyre që e përdorin arsyejen për të kuptuar të vërtetën dhe për të ndjekur rrugën e drejtë. Allahu ju ruaj dhe ju begatoft ju dhe familjet tuaja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.